Në të gjitha zonat zgjedhore, drejtuesit e Partisë Demokratike janë duke vijuar kontrollin e qindraor regjistrimeve nga kamerat në çdo qendër votimi të 11 majit. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha të hënën paraqiti të tjera video kryesisht nga zona e Elbasanit dhe e Peqinit. Fletë të votimit para saj ta hedh në kuti. Votime të shumë fishta dhe ndërhyrja e komisionerëve në kutit e fshehtë dhe kutinë e votimit janë disa prej shkeljeve të evidentuara nga Partia Demokratike deri në këtë fazë. Sali Berisha tha se prova tregojnë për një ndërhyrje të dhunshme në procesin e votimit ditën e zgjedhjeve. Për të dëshmuar atyre dhe botës farsën e turpshme të 11 majit të narko kryeministrit apo narkodiktatorit Edi Rama dhe shtetit të tij të drogës, narkoshtetit të tij. I pyetur se pse nuk kanë ndërhyrë komisionerët e Partisë Demokratike teksa kanë evidentuar këto raste në vendvotime, Berisha tha se disa prej tyre kanë qenë nën presion. Kjo është një çështje e tillë, por aty ku Sara Mile, Arkend Balla shkojnë me hanxhart e troplinëve dhe Suel Çels, komisionerit i ngelet shumë pak hapësirë. Kryedemokrati tha se eksponentë të Partisë Demokratike janë duke bërë maksimumin për t'i treguar Bashkimit Evropian, Odirit dhe institucioneve të tjera ndërkombëtare të vërtetën për 11 majin, që opozita i quan farsë.